lexosh monologun e mashtrimit të dielës, të rilezosh këtu monologun e mashtrimit të dielës të Edi Ramës, ajo është zgjedhja e saj, punë e saj, nuk leta marrë ta rilexojnë me radhë, këtu s'kam asnjë gjë, por dy gjëra do them. Në Republikën Helenike, 10 ditë më parë, Parlamenti Shqiptar, të dashur qytetarë dhe qytetare, hoqi imunitetin e 11 deputetëve vetëm për IPARD-in. Dhe me qenë se rastisi që njërin për i tyre e njëhja, pyeta për te. Absolutisht e vetëmi moment që kishte telefonuar njëherë dhe pyetur që po bëhet drejtoreshen e IPARD-it në Greqi. Kaq ishte dhe për kaq hoqi 11 imunitete. 11 imunitete. Kurse ju i keni këtu, i mbron Rama, i gjend me hajni dhe i merr në zyra si që është krivëset e tjerë. Kjo është shumë e rëndë. Së dyti për të mbi, pastaj edhe vetëm këte, çfarë ndodhi me këte zotin ministër? Ja u them të vërtetën. Shkoj në Kuçov, edhe takim me socialistët. I thot njërit për i tyre, i thot, thot, se ti do përfitosh, do kesh kaq në këto fondet që numroj, që lexoj para folsja. I thaj, faleminderit, tha, nuk i dua. Dhe ky, pse tha? Nuk i dua se paset të më rrinë të kun një vit. Zonja Zhupa, keni fjalën, të përgatitet zonja Gjuzi.